Përshëndetje nderuar teleshikues të televizionit Channel One, mirë se vini dhe sot në Making of në këtë puntat të re. I ftuari mbrëmjes së sotme është regjizori Namika Jazi. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Të falenderoj që pranuat, ishit i pranishëm sonte. Kënaqësia ime. Zotë Namik, dua ta nis si fillim të t'ju kthej pak në kohë me fillimet tuaja, si nisi karriera juaja, fillimet tuaja dhe pasioni mbi gjitha për artin. Është pyetje çik shumë e gjatë, shumë e vështirë, megjithatë duhet të thënë që për ta bërë përmbledhësi ka qenë një pasion i kahershëm. Daton kur unë kisha 14 vjeç, në rreth vitit 1974. Aktivizimi i parë ishte në teatrin e shkollës së së kohë. Mësuesja e frëngjishtes, ku unë isha një nxënës i mirë edhe në frëngjisht, na përzgjodhi për të bërë një pjesë teatrale. I shoqja e saj, i cili punonte si asistent regjisor në kinostudio, Sati Ibro, cilin edhe e përshëndes, ishte i pari që na mësoi të ecnim skenë, pra na mësoi edhe teatrin e olimpiadat. Më pas pastaj gjithçka vazhdoi në këtë rrugë, me grupet amatore, në shkollën e kulturës. Më pas u detyrova të ndërpres gjithçka, domethënë në vitin 79, masi kisha bërë 2-3 gjëra brenda kuadrit të grupeve amatorëve interesante, do të thoja. Kujtoj një shfaqje të suksesshme të vënë me shkollën e mesme të gjuhëve tuaja së kohë, ku një nga aktorët e mirë që unë kisha në grup ishte Petro Koçi. Ashtu si kujtoj në 78 me shkollën Derata, një pjesë teatrale të Ismail Kadares Aeroporti, ku Mimi Kodheli ishte një nga aktorët që spikaste më shumë. Mu detyrova të ndërpres në mesin e vitit 80, sepse pata një problem të preardhjes time politike, ku mori një dënim të konsiderueshëm. Mas përfundimit të kalvarit të Burgut në 90-ën, fitova një bursë dhe shkova në Itali për të bërë një specializim. Më pas pastaj jam aktivizuar në televizion, fillimisht me Telenorba, më pas pastaj krijuam një shoqat produksioni që quhet Mediavision, që ka një kontratë të kahershme me Rajin për produksionet këtu. U mora në një bashkëpunim të gjatë me Televizionin Publik Shqiptar për kronika, dokumentar, ku besoj që janë rreth 35 dokumentar dhe telereportazh, por kryesisht dhe gjinisë dokumentar, dhe fillova të lëvroj në pamundësi për të bërë filmin e gjatë, i cili kishte shumë probleme, si në buxhetet, si në mbërritjen deri në këtë fazë të përzgjedhjes projektit. U mora shumë me dokumentarin, duke kërkuar të qëmtoj ato histori që mendoj që i mungonin një çik asaj që quhet trashëgimia ose rrjedhshmëria të treguarit në ekran. Një ndër më të spikaturit të prostitucionin në ato vite. Ka qenë një cikël, prostitucioni ka qenë një cikël që ne e bëm në 98-ën, për herë të parë në Televizionin Publik Shqiptar, ishte një cikël që bënte profesor Pango atëherë, Insight, dhe me që probleme shoqërore që ngrihesh ishin shumë të mungonte vetëm problemi i prostitucionit. Gati ishte tabu në atë kohë, sidomos në Televizionin Publik të flitej për prostitucionin, për këtë plagë që kishte filluar të ndjej atëherë. Megjithatë morëm iniciativën sepse ishte një gjë reale, unë e njihja mirë veçanërisht fenomenin në Itali, dhe bëm 2 dokumentarët e parë, të cilët më pas në 2000-shin u pasuan nga Jetë e shitur në trotuar. Një tjetër dokumentar, do thosha, problematik dhe i arrirë, paktën ky ishte reagimi i medias dhe i publikut, për të shkuar në një vazhd filmësh të tjerë mas viteve 2000, që ishin denjësisht shqiptar, ku në epicentër kisha interesin të vija shqiptar dhe suksesshëm, sepse ne në Itali deri në 2003-shin veçanërisht, sot më pak, njiheshim kryesisht si transportues të drogës dhe prostitucionit të dhunës, ndërkohë që nuk ishte kështu. Në Itali kishte me dhjetra dhe qindra shqiptar të mirë integruar, që ishin inxhinier, profesor, arkitekt, valltar, artist, por për këta nuk flitej, se të gjithmonë defekti i shtypit, veçanërisht Italia ka pak theksuar, është kronika zezë. Pra i miri nuk bën lajm, i keqi bën lajm, dhe ne ishim gjithmonë në faqet e zeza të medias italiane. Për të thënë pjesën tjetër të këtij realiteti, pra këta të mirët, u realizua ky dokumentar që ishte denjësisht shqiptar, i cili u prit mirë dhe në Itali, për të vazhduar më pas asaj për historitë që mua më kishin lënë një mbresë edhe gjatë kohës së kalvarit të vuajtjeve, siç ishin 2 poetë pushkatuar, të Librazhdit, pra Bloshme dhe Leka, në filmin kur vriteshin poetët. Historia gjithmonë për mua ngacmuese e atyre që ishin korifejt e
kundërvënies brenda sistemit, veçanërisht në kulturë dhe art, ku veçoi Fadil Paçaramin, Drama Paçarami, një tjetër dokumentar realizuar në 2004 për të vazhduar më pas pastaj me historinë e dhimbshme të vajzës së Liri Belishovës, Drita Çomës, Dritë në Humner, dhe për të shkuar tek ikja drejt ëndrës Arratisje, i cili u xhirua në 2010-ën. Ishte një homazh që i bëja gjithë atyre djemve dhe vajzave që humbën jetën në telat me gjëmba, në dëshirën për të shkuar, për të kaluar jashtë burgut të madh i quhej asaj kohe Shqipëri. Si lindi ideja për të bërë një film dokumentar për Dritën? Unë një atë jamën, pata rastin e madh, do them një grua të jashtëzakonshme me një kujtesë që më kujtonte vetëm ti madh në kuptimin e të mbajtjes mend të gjëra dhe saktësisë së thënieve të tyre. Kisha një personazh në filmin për Fadil Paçaramin, ato kanë qenë miq, dhe pak më pas, mbasi unë xhirova me zonjën Belishova, doli libri ditari Drita Çomës me një parathënie të Kadares, një libër mbres lënës për mënyrën e të shprehur me shpirt të problemeve që e ndjente, të asaj kalvari që e kishte kaluar një vajzë e re, të smundjes, të dashurisë munguar dhe shumë gjëra të tjera, të shoqëruar me shumë poezi të mrekullueshme, do thoja. Dhe këtu mendova që duhet ta sillim në ekran këtë figurë, për të përfaqësuar gjë të brez të atyre fëmijëve të cilët ishin të pafajshëm, pavarësisht probleme që patën prindit e tyre në fillimet ose në fundin e karrierës së tyre në lidhje me partinë dhe me ish diktatorin. Sa i vështirë ishte të realizohej ky film? Po të gjithë filmat janë të vështirë në kuptimin, janë të vështirë sepse ne unë të pakën kam kërkuar si gjithë të tjerë që t'jem i qartë dhe i saktë në ato çka them, sepse dokumentari si gjeni këtë kërkon. Pra ti duhesh ti jesh brenda kohës, ti jesh i saktë në dokumentet që ti paraqet, në intervistat që ti plotëson për figurën, dhe kjo duhet të ketë gjithë një tharmë artistik, përse në mënyrën e zhvillimit të tekstit, në mënyrën e interpretimit, leximit të tekstit, e deri tek elementet filmike që duhet përdorësh. Pra nëse ti do të bësh një dokumentar përse me pak element artistik do t'jetë gjë e thatë. Kam kërkuar gjithmonë të mishëroj diçka që të ketë një piknisje, të ketë një fabul, edhe kjo histori e një ose tjetër personazhi. Kështu që mendoj që deri diku ja kemi arritur kësaj modestisht. Një ndër festivalet për fëmijë edhe të rinj ka qenë edhe Gjifoni, Shqipëria, ku ju jeni dhe drejtori. Gjifoni Shqipëria Film Festival, po. Si ka ecur ky festival dhe do të jetë sërish në prill, besoj? Po, ne kemi filluar në 2005, por historia e Gjifonit në Shqipëri është e kahershme. Për herë të parë Claudio Capitosi, drejtori artistik dhe ai që ka krijuar, babai i Gjifonit siç e quajnë, ishte i pari që mori guximet dhe çao të perden e hekurt të ideologjisë dhe të pamundësisë për të ardhur për të parë këtë vend që ishte krejtësisht i mbyllur. Në 84 ai vjen këtu, njihet me prodhimet e Kinostudios Shqipëria e Re të asaj kohe, përzgjedh një seri filmash dhe bën paraqitjen e parë të filmit shqiptar në një festival ndërkombëtar siç ishte Gjifoni, ku dhe u dhanë disa çmime për regjizorë të njohur, si Agnosti, Gianfise Keko, Piero Milcani. Më pas filloi një bashkëpunim në vitin 93, ku ai ishte shumë dashamirës dhe kishte gjithmonë këtë vëmendje ndaj kësaj toke që ai e do shumë, siç e shpreh la mia seconda terra, thotë, toka ime e dytë. Dhe ne në 2005 filluam festivalin e Gjifonit, që unë e lëviz në pothuajse në qytetet kryesore, me qëllimin e mirë për të kthyer vëmendjen tek kinemaja, tek ekrani i madh, ku e them me keqardhje, një konstatim që e kam përsëritur shpesh, na mungon kultura të shkuarit në kinema. Brezi i ri, por edhe ato që nuk janë fort të rinj nuk shkojnë më në kinema. Gjithçka është përqendruar në ekranin e vogël, i cili ka vlerën e tij të padiskutueshme në pamjen e filmave në internet ose në YouTube, por kinemaja frekuentohet shumë pak. Kështu i dëshira për ta kthyer kineman aty ku i takon në piedestalin e saj, pra këtë magjinë e ekranit të madh, është një nga qëllimet kryesore të Gjifonit. Dhe fëmijët dhe të rinjt, pra ne në këtë festival merremi filmat fundit nga vendishmet botës. Filmat më të mirë të prodhuar në vitet e fundit,
në këtë formatin e veçantë që ka Xhifon, që nuk ka një juri akademike, por janë vetë fëmijë dhe të rinj. Kjo është e veçanta më e madhe. I shikojnë filmat, diskutojnë dhe bëjnë pyetje nga më të çuditshme dhe më të papritura edhe për autorët, dhe janë ata që i vlerësojnë me çmime. Pra nuk ka aty regjisor, skenograf, drejtor fotografie, aty janë ata. Që do të jetë gjenerata që duhet ta pëlqejë kineman, gjenerata që do ta bëj filmin nesër, pra ato që do të jenë edhe. Kështu ky festival ka funksionuar dhe mua u ndjehem mirë bashkë me stafin kur shikoj që edhe në qytete që nuk ka kinema, që është një dhimbje e madhe, për shembull mendosh që Saranda, një nga qytetet e bukur turistik të Shqipërisë, ku ne e çojmë festivalin në pjesën e prologut, nuk ka ende një kinema, nuk ka një kinema Vlora, nuk ka një kinema Durrësi, për të vazhduar pastaj më tej. Jemi, po themi me fat, që kemi tashmë 5 salla kinemaje në Tiranë, ndërkohë që mungojnë në qytetet e tjera. Plotësisht ka falimentuar kinemaja Majestic në Korçë, që është një dhimbje. Kur kalon Korçë dhe shikon atë kineman Majestic që ka qenë një nga simbolet e Korçës dikush, edhe në fotografi, po të shikosh, Korça në qendrën e saj ka pas kineman Majestic ku elita, por edhe qytetarët shkonin për të parë filmat më të mirë të asaj kohe. Mos flasim me për Tiranën pastaj se. Tirana i ka disa salla, po ecën mirë drejt saj. Problemi është i frekuentimit, sepse edhe ato gjenden në vështirësi ekonomike, nga që nuk kanë frekuentimin, nuk kanë mundësinë e menaxhimit të këtij biznesi. Zotja Ezi, ndalemi pak tek filmi i fundit, filmi më i pëlqyer nga publiku shqiptar, siç ka qenë Amaneti. Filmi i fundit ose i pari metrazhit gjatë. Si erdhi ky film? Ja, kisha kohë që Torkisja thënë kështu në mënyrë artistike. Për një brez që e njeh. Për të shkuar, për të pasur mundësinë e realizimit një filmi të gjatë, gjë që më dha mundësia në 2009, me një skenar të Rushdi Pulas, ne fituam të drejtën për të bërë një film dhe filmi që u paraqit dhe që ne dëshironim të realizonim ishte Djali i Gjakut, ishte një histori tjetër që merrte spunto nga problemi i mbylljes të rinjve si pasojë gjakmarrjes familjes. Besonim shumë te ky projekt, por patëm fatin e keq për arsye objektive dhe subjektive xhirimet e filmit u shtyn nga 2009 kur projekti u shpall fitues. Në 2010 u xhirua një film i ngjashëm nga një regjisor dhe producent amerikan që ishte Falja e Gjakut. Mbas këtij fakti unë mendova që nuk duhet të xhironim më të njëjtën histori sepse do të kishim një paralelizëm dhe një ngjashmëri të jashtëzakonshme. Në bashkëpunim me skenaristin Pula dhe në mirëkuptim dhe me drejtuesit e qendrës, thamë që ne do të bëjmë një histori tjetër. Është gjuna që me fondet shumë të pakta të kinematografisë shqiptare të xhirohet një gjë e ngjashme që e kanë bërë amerikanët. Dhe vendosëm të realizonim filmin Amanet, i cili është një qëmtim i disa historive të vendosura bashkë për të kthyer në vitet 80 në një moment të thosha të veçantë, një nga momentet e fundit mbase ku bë një goditje e jashtëzakonshme kësaj radhe brenda asaj që quhej lufta e klasave në gjirin e partisë, sepse lufta e klasës bëhej në dy fronte, kundër armiqve të kahershëm, klasave të përmbysura dhe brenda gjirit të partisë që hante, si thua, edhe ata që ishin në majën e piramidës të udhëheqjes së tërshme. Pse pikërisht u bë për brezin që e njihte mirë periudhën komuniste? Mendoj që unë filmin e kam bërë më tepër për t'i treguar dhe brezit të ri, brezit që nuk e ka arritur atë kohë, që me të drejtë di shumë pak, mund të ketë lexuar në gjë, mund të ketë parë disa filma dokumentar ose dosjet nëpër gazeta, të cilët herëherë janë të mbushura me dokumente të cilët nuk ngacmojnë, pra dokumente arkivash, pleniume, diskutime mbi njërin ose tjetrën figurë të goditur ose të denigruar, por filmi është tjetër gjë, mendoj. Edhe e ndjeja për detyrë të shkoja çik në kampin tjetër, pra isha marr boll me pjesën e përsekutuar të armiqve të kahershëm, desha të merremi çik edhe me këtë pjesën e luftës brenda tyre, e cila ishte pa aq e tmerrshme dhe mizore sa dhe lufta në krahun tjetër. Do përzgjodh kjo histori, e cila u shkrua mirë nga Rushdi Pula, u punua shumë me skenarin, pata fatin e madh që me gjithë punën e madhe që bëm, arritë të krijoj një ekip aktorësh, një casting shumë të mirë. Dhe pastaj gjithë pjesa tjetër, me që është një art kolektiv, nuk i takon vetëm regjisorit,
dhe skenaristit, por i takon të gjithëve. Grupi mrekullueshëm djemsh dhe vajzash që kanë mbaruar shkollën e kinemas, të cilët punuan me pasion, po thuheshte për 4 javë, për të realizuar atë që tashmë është në sallën e kinemas së shpejti. Cilat janë vendet ku ju keni xhiruar? Po jemi përmbajtur duke kërkuar me shumë kujdes të sillim kohën, e cila ishte shumë vështirë të sillej. Mungon Tirana asaj kohe gjithkund, si në vilat, në atë që quhet ish bloku, që është kthyer tashmë në një nga pikat më të frekuentuara për dëfrim të Tiranës, për jetën e natës, për klubet, për këto. Deri tek makinat, veshjet, kostumet, ajo pak çka mund të qëmtosh dhe të gjesh në një nga pallatet atyre viteve. Kështu që u ndërtua, si thuash, vendet e xhirimit u gjetën që nga Pogradeci për të mbritur në ca zona të Tiranës ka hershme, për shkuar pastaj në Rubik, ku ndërtuan fshatin e internimit, dhe për të përfunduar në Itali, aty ku historia përfundon në film. Nga Veriu, në Jug, Shqipëri, Itali, si janë mundësuar gjitha këto fonde për realizimin e këtij filmi? Fondet ishin krejtësisht modeste, sepse kur flasim për fonde që unë do të dëshiroj të flas sa më pak, sepse gjithmonë realizimi i filmit është një festë dhe duhen harruar të gjitha ato kalvaret që është me tërmend kalvar problemi i fondeve tek ne. Fondet janë modeste, ky film pati edhe më pak se të mbështetet, edhe më pak se filmet e tjerë, sepse u fut dhe u trajtua si film alternativ. Por ishte bashkëpunimi me koproduksionin me italianët, dashamirësia e presidentit të grupit Mediavision, zotit Ramadani, të cilin ne falenderoj. Dhe ne bëm gjithçka që mundeshim për ta sjellë ashtu siç duhej filmin, dhe rëndësi ka që filmi u bën ato përmasa që ne kërkonim dhe ka një lloj satisfaksioni të paktën në paraqitjen e tij të parë në premier. Po përsa i përket veshjeve të personazheve, duke qenë se kthehemi në kohë, sa të vështira kanë qenë për t'u gjetur? Veshjet fatkeqësisht tek ne, rekuizita dhe garderoba e ish kinostudios Alba Filmi sot është pothuajse bosh. Dhe kjo është një tjetër problem për mendimin tim që duhet parë nga ata që e kanë marrë në dorë për ta drejtuar këtë institucion, sepse mungojnë të gjitha në mënyrë të çuditshme. Mungojnë kostumet e policisë atëhershme, mungojnë kostume oficerësh, me shumë vështirësi mund të gjesh disa rroba dhe kostume të keq përdorura dhe të keq trajtuara, të veshjeve të zakonshme që mbanin njerëzit aso kohë, në ato që quhej moda. Por u punua shumë, piktore kostume në bashkëpunim me piktorën e filmit, u impenjua dhe i arritëm që kasti aktorëve dhe ajo që përbënte figurantët të kishin atë, si thuash, atë ngjyrë dhe atë nuancë të asaj kohe. E solli mirë periudhën piktore kostumeve, e mirë Turkeqit, të cilën gjej rastin edhe ta falenderoj, sepse u punua me shumë kujdes bashkë me asistenten e saj. Dhe kur e shikojmë të përfunduar, mendojmë që kemi arritur të sillim një copës të asaj historie edhe në ambiente edhe në kostume, sepse është thjesht një tentative parë për të sjellë një histori të dhimbshme në ato vite, dhe shpresoj që edhe më pas të tjerë kolegë do kenë interesin dhe dëshirën për të futur në atë morinë atyre ngjarjeve dhe dramave që lanë gjurmë dhe që janë, për mendimin tim, ende sot ende të freskëta në kujtesën e shumë njerëzve dhe familjeve që i përjetuan. Sa interes do të ketë për të rinjt shqiptar ky film? Shpresoj që të jetë një dritare më shumë për ta njohur atë periudhë dhe për të kuptuar që shoqëria shqiptare me gjithë evolimin e jashtëzakonshëm, dhe kjo është gjë më pozitive. Ne nuk u morëm më me luftën ndër vetin, kuptimin ose ndokush që kishte menduar skenarin më të keq të mundshëm gjatë kohës persekucionit, që në moment që do ketë një lloj ndryshimi këtu mund të bëhet një luftë civile, nuk pati të tilla. Shqiptarët me gjithë karakterin e tyre të fortë dhe të vrazhd herëherë arritën ta kalojnë këtë, arritën të vrapojnë të gjithë për të kapur kohën e humbur, për të ndërtuar jetën e tyre, e cila duke qenë jeta e çdo individi krijon dhe ato që quhet shoqëria e re. Pra ne sot, fal Zotit, jetojmë në kushte shumë të mira, në shtëpi shumë më të rregulluara, gati tashmë mund të ketë edhe një lloj përqashmërie edhe me vendet shumë të zhvilluar se ne, me makina, me tjera, por
brenda nesh është gjithmonë e pjesë historisë e veçantë, edhe ndryshe nga vendet e tjera të ashtu quajtura vende socialiste ose komuniste. Këtu ishte një diktaturë ekstreme për mendimin tim dhe të shumë të tjerëve, e cila dokumentohet shumë mirë në një arkiv të jashtëzakonshëm që sot quhet arkivi i sistemit, por ish arkivi i Ministrisë së Brendshme, për të kuptuar jetën, fatet dhe dramat e shumë familjeve, të cilat në mënyrë të çuditshme shpeshherë ishin thjesht të sajuar, nuk kishte asnjë kundërvendje ndaj sistemit, sepse i sistemi ishte aq mizor se çdo kush që tentonte të kundërvijej, duhet mendonte mbi fatin e tij, por jo vetëm mbi fatin e gjithë familjes të afër me farefisin, të cilët të gjithë i priste pastaj një seri vujtesh dhe një kalvar persekucioni, ku më e thjeshtë ishte internimi dhe më e keqja ishte përshkotimi, burgu ishte në mes. Kështu që mendoj që të rinj duhet të kuriozohen për ta njohur dhe këtë pjesë të kësaj historie. Dhe për të arritur tek ajo që unë kërkoj që të jetë dhe mesazhi i filmit, që ende kjo shoqëri, një nga problemet që ka është mungesa e kërkesës së faljes nga ata të cilët i krijuan këto lloj dramash, këto lloj vujtjesh, këto lloj persekucioni, pra duhet të shkojmë tek dekomunistizimi i shoqërisë, e cila nuk është kryer ende. Ky film ju kujton një kohë të pakëndshme për ju? Sigurisht, besoj që për gjithë brezin tim, kohët nuk kanë qenë të këndshme, domethënë jo vetëm unë dhe shumë si unë që ishim nga pjesa, vinim nga familjet e persekutuara dhe ishim të limituar në mundësinë për të ecur përpara dhe për të bërë karrierë, por dhe ata, të cilët ishin familje normale dhe më përtej që ishin fëmijë të familjeve të përgëdhelura në thonjza të regjimit ku baballarët kishin pozicione të rëndësishme dhe ata jetonin me ankthin e të nesërmes. Pra nuk dihet ç'do ndodhte. Sot ishe, nesër nuk ishe, sepse dikush mund thoshte që ka bërë një deviancë, një devijim në vijin e partisë dhe për këtë fillonte goditja, e cila pastaj kapte të gjithë sistemin familjar dhe farefisnor. Kinasti Celeste? Ka qenë drejtori i fotografisë Nino Celeste, miku im, ishte në të tretin film si drejtori i fotografisë në Shqipëri, tashmë i pëlqen Shqipëria, i pëlqen kinasët, njerëzit, gjithçka i pëlqen. Ishte një premtim që ma kishte bërë që në 92-shin, në fakt, ne u bëm miq në Roma, sa kohë ai xhironte një seri telenovelash, por unë e njihja si drejtori i fotografisë Oktapodit, një serial shumë i ndjekur asaj kohe dhe për të gjithë shqiptarët. Po, dhe në momentin që u bëm miq dhe ai ndjeu që unë kisha këtë dëshirë për të bërë një ditë një film, ma premtoi në 92-shin, më thanë nëse ti një ditë do kesh një film, unë do vi të bëj drejtorin e fotografisë. Dhe atë ditë që unë fitova projektin, i telefonova dhe ai ishte gati për të realizuar dhe mendoj që arriti në parametrat më të mirë të mundshëm të tij. Do të keni sërish bashkëpunime me ta? Shpresojmë. Gjithmonë filmi është një gjë që nuk varet vetëm nga dëshira, duhet një histori e mirë, duhet një mbështetje, një produksion serioz për të arritur të bësh një punë të mirë, ose të paktën që ti të pretendosh të jetë një punë e arrirë, se duhet të qenë gjithmonë modest, dhe në momentin që ne mbarojmë punën tonë, gjithçka pastaj ngelet publikut, kritikës, asnjëherë mendoj nuk më takon mua ose askujt që të thotë që ky është film i mirë, ky është filmi më i mirë, etj etj. Ti ke bërë një produkt tëndin, masi e ke mbajtur gjatë brenda vetes, si thuash në laboratorin krijues, dhe pastaj janë të tjerë të cilët vlerësojnë se çfarë ti ke bërë. Fatmirësisht kjo puna jonë është e dukshme. Pra ti e ke bërë, ja ku e ke, nuk mund të flasësh ti. Ti duhet heshtës, të përgatitesh për punën e ardhshme dhe të jenë të tjerë ata që të vlerësojnë. Projektet e ardhshme, me çfarë keni menduar? Jam duke përfunduar një film dokumentar që e kam nisur ka herë, për një emër të madh do ta quhet Muzikës lehtë, me një fund të dhimbshëm, Gaspar Çuçia, që po e punoj me drejtorin e fotografisë Arben Çeku. Kemi filluar punën ka kohë, mendoj ta përfundojmë si film dokumentar, do të jetë Xhifoni në fundin e prillit dhe në nëntor në 2 edicione të tilla dhe shpresojmë që nga shtatori të kemi mundësinë të bashkëpunojmë me një produksion italian për realizimin e filmit metrazh gjatë, që do të jetë gjithmonë një histori shqiptare, kësaj here e parë nga Italia. Unë të falenderoj shumë dhe uroj të jeni sërish për projekte të ardhshme. Të shpresoj. Dhe ju e punë të mbarë. Faleminderit. Nderuar teleshikues, shkëputur në pak çaste, shkojmë në publicitet.
Ishim pra me regjisorin Namik Ayazi, ndërsa tani nderuar miq do të ndjekim disa nga punët e tij, disa pjesë të filmit Amaneti dhe rikthehemi sërish. Amaneti i Namik Ayazit shfaq premierën në Tiranë, filmi rrëfen fundin e jetës së një funksionari të lartë të sigurimit, i cili pret fundin ashtu si dhe ai ja ka përgatitur të tjerëve. Premiera e filmit të parë artistik i Namik Ayazit, Amaneti, na ka kthyer pas në kohën në vitet 80. Gjithçka realizuar përmes pelikulës së Nino Celestes, i përngjan asaj periudhë heshtje vrastare, ngjyrat gri dhe veshjet. Ky është një film fiction. Ka një histori të një personi. Nëse do më pyesni, mund t'ju them sinqerisht që është bashkimi i disa historive. Është një boshllok, po njëkohësisht mendoj që e ndjej veten brenda kësaj historie, duke qenë që kam pasur edhe diçka personale në lidhje me të shkuarën, të dhimbshme. Dhe mendova të tregoj këtë pjesë duke shpresuar që do jetë vetëm fillimi i një rrugtimi të gjatë për të treguar shumë dramë dhe shumë histori shumë më interesante se kjo që ka ndodhur gjatë atyre viteve. Ngjarjet e fokusuar në Tiranë, në zonën e ish bllokut, na pasqyrojnë dramën e familjeve të nëmpunësve të atij sistemi, si dhe zhdukjen e tyre. Përpiqem të interpretoj, të futem brenda sa më shumë brenda atij personazhi dhe të jap çfarë mundem nga vetja ime. Këto figura janë shumë delikate sepse duket sikur janë në plan të dytë, por mendoj që mbajnë dramën e tërë familjes, tragjedinë dhe e vështira e kësaj figure mendoj unë ishte që duke qenë gjithmonë në një presion, në një ngarkesë të madhe psikologjike, mund të jetë monotone dhe domethënë duhet skalitur shumë mirë. Filmi me skenar të Rushdi Pulahës rrëfen fundin e një funksionari të lartë të sigurimit të shtetit, i cili pret fundin ashtu siç e ka përgatitur dhe të tjerëve. Ayazi pas projeksionit të filmit thotë se ky film ka një bazë reale, por është artistik. Amaneti rikthen edhe Eva Alikaj në sheshgjërimin pas 23 vitesh mungesë. Aktoria përçon dramën e një nëne për të birin e arratisur aso kohe. Se e leta arrestoni me këto. Prisi. Dhe që do të dërgojnë. Mentor Hasa, ne emër të popullit jeni arrestuar. Pasojët e teatrit i vuan i biri, i cili në këtë film jetësohet nga Amos Zaharia. As arratisja në Italinë fshinje nuk ja shpëton fundin e tij tragjik, por e jetëson amanetin e teatrit deri në fund. Filmi i cili mund të veçohet për subjektin e cekur për herë të parë, lojën aktoriale, fotografinë dhe muzikën, ka kushtuar plot 800.000 euro. Vengo dall'Albania. Mi? Prometti di salvare mia madre. Jeta e filmit pas Tiranës pritet të zhvillohet me pjesëmarrje në festivale të ndryshme, përfshirë dhe konkurimin në Cannes. Të nderuar teleshikues, kjo ka qenë gjithçka që kishim përgatitur dhe për mbrëmjen e sotme. U njohëm sot me regjisorin Namik Ayazi dhe me disa nga punët e tij. Do të rishihemi sërish javën e ardhshme në po të njëjtën orë. Deri atëherë, miru takofshëm.